Pashuk Gjoni është një tjetër kampion në ekipi i Tërbuni i boks, disa herë kampion i Shqipërisë në boksin olimpik, por edhe me 3 pjesëmarrje në boksin profesionist. Pashuk keni qenë planifikuar të jeni edhe ju në të turnerë ndërkombëtar Grushia Art në Tiranë, por sapo morëm një informacion nga trajneri juaj Çekini që kundërshtarja juaj nuk ka mbritur. Nuk e ka smurur. Ramir Jamrar, të nesë kena shumë që në Gustërvita, duke neshe, bëjt një neshe shumë të burë, edhe në lemur që të kështarë ishte të shuar dhe paketësisht së mund marrë pjesë ose të 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 Këtë qanje se nuk të të argjohën, nuk të të shingiri në ringë. Nëzi që në po në ringë edhe herë, edhe në mos të rikën që të ditë që më neshë, që më bajneshë shumë fort, shumë bukur. Në pati që neshë, në do presëm që do ketë aktivitete prapë, sepse këtë vitë kena planifiku që minimumi 5 neshë në boksin profesionist të zhvillej të trajnira të një. Ta shojë. Dhe qoftë kolegu juaj, ju Vendasi do tjetë në ringë dhe ka ndeshjen e parë në profesionizëm. Besone që mund të kalojë me sukses? Besoj plotësisht, domethënë jam 100% i sigurt që ai ka për ta kaluar si çdo si tjetër, të jap purimet e mia, mbështetjen tëme, gjithë ekipit në boxing që e kanë tu provurit për të dhe të bëhet tifo, edhe të që s'ka për në shkyri as publikën e ti që përportar me po. Vetëm 20 vjeçar, Pashuk Gjoni dhe ka sukseset në boksin olimpik, por edhe në profesionizëm. E veçanta juaj Pashuk është se ju vini nga Zadrima dhe frekuentoni palestrën e boksit me trajnerit tuaj vëllezërit Klaudiu dhe Emiliano Çekini çdo ditë. Sakrificë. Është një sakrificë që bëjt një shmi që bëjt në palestër. Këtë palestër jam dhejt, një jam si shpinë tamë, shpia jam e dytë, më thanë. Një falenderoj të trajnerat e mi që mundin që kanë bëjt që shmi, ato më kanë mësu me ecë si boksier, edhe me vazhdu karrierën tamë. Një falenderoj që kanë bëjt pa mujtë në që më një mu që me ecë në bëjt. Dërku ka objektiv të mri Pashuk Gjoni në boksin profesionist, që në olimpikën keni mbetur maje si kampion. Deri këta ke shkuzohet, sa më lartë atë që më mirë, e shpresoj, atë të shojë, por kemi nevojë edhe shumë për një e sponsorave, se profesionist e kërkon të gjohë, edhe sepse ka shpenzimet e veta, ashtu funksionon. Edhe kena shumë nevojë për sponsora, ato që alo se kena arrit, edhe na nga necën pak necërin tonë në boksin profesionist. Familja juaj, si ka pritur angazhimin tuaj me boksin? I pëlqen kjo sport apo kanë qenë punër? Në fillimet e mia kanë punër, si më thënë, se çdo prind e ka shtrirë shojnë djalin e tij, fëmin e tij, të hangër grushta, si të dhanë se... Por edhe duke vënë grushta? Po, normalisht që vënisht, për të shenë mësu, ju pëlqen, e di sa diçka që karakterizon edhe banë më një mirë edhe jam të vetja në kërëvojnë, edhe jam dakord, ato më shtesin. Kush është me tifos në familjen tuaj, prindrit, mami, babje? Ma tifos ka nipin e vogël, djalin e vogël. Nipi i vogël. Por gjithë shtesin. Po shokurime për që s'ka kena rritur dhe suksesin vërëndësi. Faleminderit.